Përshëndetje, zonja dhe zotrin, sonte nuk do të shihemi bashkë në studio, sepse kemi ardhur në Tetov për të folur për të ardhmen se si e parashohen kandidatët për rektor të Universitetit të Tetovës, një institucion për cilin shumë prej nesh në historinë na kalojnë se çfarë është dashur të kalojnë për të arritur deri këtu kur jemi. Po kemi 4 kandidatë të cilët me shumë dashamirësi kanë pranuar ftesën dhe me të cilët do të flasim sot këtu në hapësirat e Universitetit të Tetovës. Dhe po e regjistrojmë këtë debat për ta arritur efektin e tij dhe të kemi sa më shumë njerëz që mund ta kuptojnë këtë punë. Jemi bashkë me 4 kandidatët, do e nisim nga e majta ime, profesor Bashkim Zyberi, profesor mirë se erdhët, respekt. Faleminderit shumë për dashamirën tuaj. Profesorish Myqerin e Rusje, respekt profesorish, faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit që po na pritni këtu në Tetovën tuaj. Kemi profesor Jusuf Zeneri, profesor mirë se erdhët, respekt. Përshëndetje, mirë se u gjetëm, mirënjohës për televizionin e juaj që ne së bashku sot të prezantojmë programet tona zhvillimore. Respekt, me shumë dashamirësi do e dëgjojmë në më në detaj dhe profesor Dervishalimi, profesor mirë se erdhët, respekt. Faleminderit, mirë se erdhët dhe juve te ne. Tek juve këtu. Faleminderit shumë. Profesoresha Ruse, me dojë mos, na thoni juve, jeni nga fillimi. Ju njohëm, na mbajmë mend nga protestat, ju mbajmë mend në fjalimet të juaja dhe sot. Përse sot jeni ju rektore e jo që nga fillimi? A është vështirë një grua që bëhet rektore në Universitetin e Tetovës apo jo? Për këtë situatë që e kemi nuk është vështirë. Më parë ka qenë shumë më ndryshe dhe situata ka qenë shumë e tendosur edhe për të udhëhequr profesor Fadil Sulejmani. Në kohën ati, mbasi i plotësova kushtet akademike dhe shkencore, në vitin 98 isha dekane e Fakultetit Pedagogjik, deri në vitin 2002, mande me zyrtarizimin e universitetit, kishim rektorin Neshbedin Beadinin, mandej ishte profesor Sadi Bexheti, mandej Agron Reka, mandej profesor Vullnet Ameti edhe kështu me radhë. Do t'ju them sinqerisht se asnjëherë nuk ka pas konkurs ky universitet. Konkursi që është ky sot, se konkurs ka pas, por ka qenë një lloj konkursi i mbyllur. Se ja kështu do ta sqaroj. Ka qenë Sa përsye faqa? Ka qenë që dikend e kanë emëru si ushtrues detyre të rektorit, dhe derisa është ushtrues detyre, atëherë dhe ligji ka qenë që rektorin e ka votuar senati i universitetit, dhe derisa është ushtrues detyre, edhe senatorët janë përkrah rektorit. E qel konkursin që ata senator konkuron rektori që është ushtrues detyre, një kandidat tjetër e shoqëron dhe ai ngel rektor, e voton senati. Sot, me ndryshimin e konkursit, do me thanë ligje që si e parashef i arsimit sipëror, është krejt ndryshe, do me thanë është që është parashef, konkursi është transparent, gjitha ata që e plotësojnë kushtet mund të konkurojnë. Unë jam nga mbarimi i karrierës sime akademike, por shkencore jo, dhe desha të përfundoj karrierën akademike si rektore e këtij universiteti. Dhe kjo ka qenë edhe motivimi im, nga që unë kam edhe përvojë, kam edhe dijeni, kam edhe aftësi, menaxhuese, mendoj se i plotësoj kushtet për të qenë një rektore e arshme e këtij universiteti. Profesor Zyberi, nëse e shohim kandidaturën me profesorishën Nusi, thash është kandidatura, emri i juaj, apo plani, apo ç'është ajo që përcakton rektorin e arshëm se kush mund të jetë apo do të jetë? Në janë të kombinuara, pikëparë është plani, që duhet të paraqesësh plani i punës për periudhën 3 vjeçare nëse votohesh si rektor, është element jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse aty do mbaret gjithë zhvillimi i institucionit i universitetit. Por megjithatë është edhe emri, në kuptimin jo emri thjesht si emër, por përvoja akademike, shkencore, institucionale, menaxheriale. Unë jam gjithashtu i mendimit që edhe përvoja ndërkombëtare luan një rol të rëndësishëm në mënyrë që të kemi një hapje dhe një themi kështu partneritet më të madh në universitetin tonë me partnerët ndërkombëtar gjithandej në përbot. Juve thoni çfarë? Programi i punës për rektor të Universitetit të Tetovës për periudhën e ardhshme 3 vjeçare 2023-2026 kryesisht bazohet në misionin dhe vizionin që ka universiteti ynë
si institucion publik i shkollimit të lartë, institucion i dijes, artit, kulturës, shkencës, dhe pikërisht motivi buron nga ajo që duke u nisur nga fakti se unë jam një nga studentët e gjeneratave të para të Universitetit të Tetovës, përkatësisht vi nga Fakulteti Juridik. Disa vite kam qenë në vitet më të rënda të zhvillimit, themelimit të Universitetit, kryetar i Unionit të Studentëve, së bashku me themeluesin profesor doktor Fadil Sulejmani, profesorët, studentët e tjerë, natyrisht që kemi përjetuar një periudhë mjaft të vështirë të konsolidimit, zhvillimit, mbrojtjes së institucionit tonë dhe afirmimit të kërkesës për zyrtarizimin e Universitetit të Tetovës me status dhe financim shtetëror. Kjo është historik për juve, është juaj dhe programi juaj. Programi përvoja edhe mendoj vizioni duke e respektuar atë të cilën është ndërtuar deri më tani në universitet dhe premisa, tendenca që të vazhdojmë të ngrisim dhe të avansojmë edhe më tepër, do thotë Universitetin e Tetovës, institucioni i shkollimit të lartë, përmes përcaktimeve programore të cilët sigurisht që në vazhdimsi do t'i prezantojmë së bashku. Profesor Alimi? Unë mendoj se emrin e bën vepra njeriut. Domethënë, gjithë ajo që ka bërë në jetë, është ajo që shoqëron dhe ja definon emrin, se emri dervish nuk në kuptimin e, domethënë, vërtet emri nuk frymëzon diçka, nuk pasionon diçka. Unë jam nisur nga ajo se si intelektual i cili gjithë kohën edhe është që vin nga shkolla e Prishtinës, ku kam kryer 3 fakultete, domethënë 3 drejtime, gjuhën frenge kam kryer fillimisht masane angleze, kam qenë, domethënë, i pasionuar ndaj fakultetit juridik edhe me ndërprerje komunale, komunist thjesht për dieni, për ditori. E tash unë mendoj se një njeri që e din, nuk sidomos profesor fakulteti, ose një njeri që ka kryer një shkollë të lartë, nuk është vetëm për ta mbajtur familjen. Ato ditori që e ka marrë gjatë jetës duhet ta ndajë në shoqëri, duke përcjellur mesazhe, duke mësuar gjenerata, duke thjesht dhënë shembull i suksesit ose nëse eventualisht i intelektualitetit të pavarur. Pra unë nuk e shoh mendin si përkthyes, unë jam përkthyes si 10 fish, domethënë, kur më thoni profesor Dervish Alimi, më mirë më njohim përkthyesi Dervish Alimi. Pra si njeri kam ndërprertuar vetë në jetë, domethënë, tash jam folës si 10 gjuhë tuaja, edhe gjithat bagazh, domethënë i licencuar, duhet ta jap në shërbim të universitetit, duke menduar se do të jap kontribut që ta ngrejë rejtingun e universitetit, autoritetin e universitetit, në kuptimin e asaj se një njeri që din gjuhët huaja, domethënë, është bën diferencën, në kuptimin e asaj se një njeri që din ligjet si funksionojnë, nuk ka nevojë për çdo kohë të marrë përkthyes ose këshilltar me vete, se ka raste ku duhet të marrim vendime imediate, një njeri që duhet të realizotojë seriozitet në punë për nga mosha, për nga karriera, edhe duhet të ketë autoritet në vendimarrje. Pra, unë duke parë si plotësoj këta kushte, vendosa të kandidoj, të aprovoj veten, dhe të jap shans kolegëve, masi erdhi rasti. Sa përqind është programi ose plani i juaj, i të 4 juaj, sa është ajo përvoja? Që me kuptu në drejtë, si ju po fani në aspektin karakterial të një individi, se qa do di si pas ju gjithmonë, që gjutjen për parësi, e sa është me përqindje, sa lene? Plani paka shumë është, gjithë kemi ne aspiratat e njëjta. Më thonë, gjithë e dim nevojat. Jo, e kam planin plan, që kemi mendu ata aspiratat tona që mendojmë, vizionin tonë që kemi mendu në planin tonë, se si mendojmë bëjmë ndryshime. Kemi ofertën tonë akademike, e cila mendojmë se do të bëjmë një diferencë në kuptimin e asaj se kemi bërë unë mendoj me ndryshime që do të bëjmë, domethënë me riakreditimin e universitetit, kam një platformë, një ofertë akademike sui generis, originale, në mënyrë duke parë si funksionon në fakultetet tjera, për shembull në Vjenë, edhe në Kalabri ku kemi qenë, kemi parë se ka programe dyfishta. E tash ajo që na bën neve që ne studentët tanë të pajisim me diplomat dyfishte, në kuptimin e asaj se tash mund të konkurrojë mos njëna tjetrin, do të ketë alternativë. Unë vetë, që nga fillimi e mora gjuhën angleze alternativë, duke parë se gjuha fronge humb ndikimin e vet, edhe ajo alternativë doli në kohën e vet, ndoli domethënë u pranova si lektor në gjuhën angleze, pastaj magjistraturën e kisha thjesht pas e bëna doktoraturën. Pra unë mora alternativë, një 10 vjet kam punuar profesor regjistës, pastaj që ndola anglishtës, jam përkthyes edhe jurist, kam punuar me shoqën, në fillim ai ka qenë avokat, notar. Domethënë unë kam punuar atë përvojë që kam marrë, edhe në jetën e përditshme, edhe pse nuk jam jurist, gjithkohë jam marrë me juridikun për shkak se kemi punuar ashtu. Edhe unë mendoj se ajo këshilltarët, secili pak a shumë e ka të njëjtën në ofertë akademike, secili jemi këtu për të mirën e universitetit. Është çështje e kolektivit, kush
ata do vendosin kush meriton më shumë ose kush mendon më shumë do të bëj punë. Thoni që në të ardhmen sheni këtë njëjtë. Do e zbuloj për secilit për jush. Po më thoni sot universiteti në çfarë gjendje është edhe çka mendoni ju saktësisht që është problemi që duhet sanuar, rregulluar, zgjidhur në një të ardhme imediate, po sa të vini nëse zgjidhen një rektor. Kjo më interesant që di ju, se ju shohin profesorat, ju shohin studentët, do ju shohin sonte intervistën 9:30, dhe ju thoni cilin është problemi, të cilin ju mund ta thoni në emën të tyre që i keni identifiku dhe që dini që është barë për ta. Se unë kam disa që na kanë shkruar njerëz, po du me ditë për juve. Profesor Zyber, po nisim nga Majta dhe shkojmë në të djathtë. Janë disa elementet të cilët unë i kam parashtruar edhe në programin që kam paraqitur para kolegëve të universitetit dhe një nga elementet kryesore është pikërisht aspekti i zhvillimit strategjik të universitetit. Që kupton, universiteti për momentin ka ngecje për sa i takon digitalizimit të shërbimeve brenda universitetit, ka ngecje për sa i takon shtrirjes së rrjetit internetit në universitet. Akoma nuk kemi një rrjet optik neve në hapësirat universitare. Kemi të vështirësi për sa i takon rangimit të universitetit, prandaj neve këtu patjetër duhet të punojmë së bashku në ngritjen e cilësisë, jo vetëm në mësimdhënie, por edhe në punën kërkimore shkencore. Në mënyrë eksplicite kjo do të ishte domethënë që të investohet në laboratoret kërkimore shkencore, të investohet në përkrahjen e stafit akademik, në konferencat ndërkombëtare, në punimet me faktor impaktit, të cilat do të ndikonin në përmirësimin e themi kështu pozitës së jashtme të universitetit. Një element që jashtëzakonisht i rëndësishëm është bashkëpunimi ndërkombëtar. Bashkëpunimi ndërkombëtar duhet të zgjerohet në mënyrë veçanërisht me vendet e Bashkimit Evropian. Kjo do të rristet në njëjtën kohë do ta lidhë edhe komponentën shkencore që ta aplikojmë në projekte ndërkombëtare. Fondet e Horizon Europe unë përsëris vazhdimisht janë të pafundme mbi 100 miliardë euro. Ne gati se nuk kemi fare qasje në ato fonde, po të shohim Horizon 2020 ose Horizon Europe, sa kemi thithur tani neve si universitet, të shohim një numër që i bie të jetë 0. Prandaj në këtë aspekt kemi shumë neve për të punuar së bashku dhe një element jashtëzakonisht i rëndësishëm tjetër është pjesa infrastrukturore që do ndikonte në gjithë të elementet që të kemi cilësi më të lartë. Për shembull, ne akoma nuk kemi një bibliotekë. Dhe biblioteka universitare do të ishte një hapësirë shumë e rëndësishme për zhvillimin e jetës akademike studentore. Dhe elementi tjetër që unë do ta kisha vënë fakt parin është realisht jeta studentore. Unë kam dhënë një titull atje në programin tim, studentët kanë botën e tyre. Dhe neve duhet patjetër të investojmë që studentët i lejojmë të zhvillojnë këtë botë të tyre brenda hapësirave universitare, qofshe ajo me anë të Unionit të Studentëve apo edhe me anë të klubeve të tyre, thjesht le të ndërtojnë jetën ashtu siç duan ata ta ndërtojnë për moshën dhe periudhën dhe për situatën në të cilën ata gjenden. Sepse tani s'mund ta bëjnë këtë studentët që ta ndërtojnë jetën e tyre? Tani do më thonë nuk është në nivelin që duhet të jetë. Është një parlament studentor, për shembull, që ka shumë pak organizime, mos them fare as pak organizime dhe as kush po të pyesni studentët dhe ka analiza për shembull të forumit për reformën e arsim, që janë pyetur studentët dhe pjesë absolute e studentëve nuk kanë dieni kur është mbajtur ndonjëherë zgjedhja e kryetarit të Unionit Studentor në Universitetin e Tetovës, për shembull. Nga këto qendrat profesor, ai keni hulumtuar pse? Janë këto mangësi, pse s'ka internet, pse s'ka fiber optik, pse s'ka laborator. Po ju parafrazoj shpejt ato gjithë ato që ta. Pse s'ka jetë studentore, pse s'ka bashkëpunim me jashtë, pse s'kemi qasin këtu. Pse, profesor? Pse ja lidhet si prioritet. Unë do di pse s'kan qenë, çka keni gjetur, pse s'kan qenë deri ashtu. Ju them hapur, domethënë pse ja lidhet edhe me situatën në të cilën gjendet vetë fushata parazgjedhore këtu. Dhe unë tani se kam problem fare, para disa ditësh thash që ka elemente, po them që situata është shumë e tensionuar, është hera e parë, domethënë që tentohen të organizohen zgjedhje të lira, dhe situata nuk është fare e relaksuar në mënyrë që për një nivel akademik si që jemi neve, domethënë mos ndjenim fare presion prej anësh kolegut. Pjesa tjetër ka të bëjë me ato. Shumë se mësollë diçka këtë tren. Po, do vazhdojmë, po. Të 4-8 pjusha rahat. Nëse është diçka që nuk di, ma shpjegoni rahatin e ju, nëse është e kamuflu me rahatia, ma shpjegoni lutë në shumë, dhe përse është ashtu? Prej 2011 deri 2023 nuk është investuar në asnjë hapësirë laboratorike të mirëfillt që do të gjeneronte
Po tani pse duhet me pyet udhëheqin që ka qenë për 12 vite këtu në këtë universitet dhe pse s'ka bërë asgjë në këtë drejtim? Sepse ju s'keni gjetë përgjigje? Jo. E tensioni për nga vjen? Për shkak të kërkesave që përmendni? Tensioni vjen nga mos përvoja dhe nga tentativa për të kontrolluar gjithë proceset këtu. Profesoresh? Unë do të ndalim shkurtimisht vetëm ta sqaroj programin që mendoj ta zbatoj. Është në pyetje arsimimi cilësor, çfarë do të bëjmë ne për arsimim cilësor. Pyetja e para që ishte problemi që ju eventualisht i keni pa dhe çfarë do përmirësoni. E dëgjova profesorin ta 13 vjet, 12 vjet 13, ndjes nëse parafazuar gabimisht, nuk është bo, duhet më pyet ata. Ju cilat probleme keni pa që doni më i zgjidhur? Unë i perceptoj ndryshe punët. Se do ta citoj një profesor Steven Wellbright, është emeritues i Universitetit të Harvardit, që thot 95% për të qenë rektori i suksesshëm duhet të bën punë normale. Punë që janë të përafërta, punë reale që mund t'i realizojmë. Ne të gjithë mund të flasim se do të bëjmë çmos, por realisht ngelim në atë pikën nismëtare. Punët reale janë të kemi furnizime me kompjuter të gjithë zyrat që janë në këtë universitet, në gjithë fakultetet. Është punë elementare ajo, që secili duhet ta ketë një shërbim që elektronik që ka nevojë. U mungon, shumë fakulteteve u mungon. Disa janë të furnizuara, disa nuk janë. Secili profesor vije me laptopin e vet për të bërë ndonjë punë. Internetin, rrjeta e internetit dikundi funksionon, dikundi jo. Domethënë ka në aspektin teknik nuk jemi shumë në nivel të duhur siç duhet të jetë universiteti. Pastaj, realisht shiquar, për këta 12 vite që funksionon me udhëheqësin ish rektorin, janë ba gjëra të mira. Ne nuk mund gjithë shka i të balë të hudhim. Gjërat janë kryesisht 3 vitet e para ne mund të falenderojmë që hynëm në këtë godinën e universitetit, se ne kemi qenë në këtë shtëpi të universitetit. Profesor Vullnet Ahmetin, se a ishte iniciator dhe guzimin e të regoj se kishte shumë probleme me rektorët tjerë për të depërtu në këtë objekt. A e bani atë hapin e parë dhe në sistemoj 6 fakultete sa jemi në këtë objekt. Mirë po, ata që janë të rahatum në këtë godin, fakultetet tjera kanë mjësje shumë. Do me thënë, neve na duen investime kapitale, por për këta 3 vite ajo është imaginare të gjesh mjete financiare për të bëjë edhe kampus universitar edhe për fakultetet tjera të jemi krejtë së bashku përveç mjekësis që i duhet gjithashtu një objekt që i takon dhe si i ka hije mjekësis që të kenë katedrat e gjithë lamive të mjekësis të studion si duhet ata student të mjekësis, ajo mund tjetë pranë spitalit të Tetovës që është këty në klinikma. Mëndej gjëra tjera të cilat ne mund të bëjmë si rektor të arshëm, unë flasë për vehten, investim në shkencë. Profesor Bashkimi e përmendi, unë e përkrahi edhe atë mendim edhe unë e kam, se për të hecë universiteti për para, nuk është veç të karakterizohet me mësimdhënie, por duhet edhe metodat e punës se cili profesor të ndronë. Duhem të kemi një mësim që do të implementohet edhe interaktiviteti i vetë studentëve. Sillabuset i kam, pak të nxisim, të motivojmë se ata nesër dalin akademik. Jo vetëm me informata të gatshme që nga mësimdhënësit i marrin, por edhe vetë të jenë aktiv. Dhe punimet shkencore që i cekëm janë të rëndësishme me atë impact faktorin, do me thënë faktorin ndikues, por atje duhet të ketë secili fakultet fondin e veçantë që janë të kushtueshme. Edhe secili profesor nuk ka mundësi të investon në ato punime se kushton njerë kotizimi që e bëjt projekt këtë temën, udhëtimi, qëndrimi, ata janë gjithë që kushtojnë. Pra ndaj, jam i mendimin nëse bëjmë rektori çdo fakultet të ketë fondin e vetë për punime hulumtuese shkencore për të hecë përpara universitetit, se vetëm me këtë punë që e bëjmë do të ngecim. Puna hulumtuese dhe shkencore e qonë përpara secilin universitet dhe këtë tonin duhet ta hecim përpara. Tjetër, është me rëndësi të cekim edhe ndërkombëtarizimin dhe me universitetet që janë prestigjioze në themi, por për ne ata janë pak imaginare. Ne të bashkëpunojmë me këta universitetet që i kemi përreth nesh në Ballkan, me ndonjë universitet.
Universitetit e Tovës? Nuk bashkëpunon. Mendoj se Me keni gjetë pse nuk ne i kemi universitetet Evropës juglindore, Nan Terezën, të kenë një projekt të përbashkët, unë nuk kam njohuri. Edhe këtë do të ceki, se duhet edhe projektet nëse i kanë të jenë transparente. Të shofim qarë projekte... Që duhet me bo gara këto 3 universitete me zveti, por duhet bashkëpunoj? Ka projekte që kërkojnë bashkëpunim. Po. Që me dojë mos të futen edhe universitetet tjera për të marrë një projekt. Qoftë në Erasmus Plus, apo në IPA fondet e kështu me radhë. Do me thanë, në mungon, ose me shtetet për rreth nesh të bashkëpunojmë. Kështu ngritet edhe cilësia, edhe bashkëpunimi, edhe ndërgjegjësimi të gjithë neve, se nuk mund të ngele një profesor vetëm me atë pagën që e merr në këtë universitet, shumë çka mund t'i bie këtij universiteti edhe me punë ulumtuese, por edhe me prodhimtari të ndryshme. Kemi shumë fakultete që mund të kontribojnë edhe në aspekt të mirave materiale të bie universitetit. Fakulteti i teknologjisë ushqimore kanë laborator, nuk e di, a e bajnë analizën ushqimore që gjithmonë shkojnë në Shkup, në qendrën që e kanë, se mund të licencohen, janë profesor, edhe mund të licencohen dhe këtu të banë ata analiza dhe të kemi të mira materiale dhe burim për këtë universitetin dhe shumë punë tjera. Unë nuk kam njohuri, a e bajnë këtë punë, se nuk kam informata, por edhe duhet transparent të jemi. Për çdo punë që bëhet, që i takon universitet, duhet jemi transparent. Qoftë për projekte, qoftë për gjëra që janë ndikuese në aspektin psikologjik, lajme të ndryshme, e kështu me radhë, duhet të jemi transparent dhe të ballafaqohena. Të shohim se këto janë lidhje kauzale. Pasoj si që thotë profesor Zyberi? Si? Ka presion në këtë garë? Unë jam psikologe. Presionit e unë nuk ndikon. Unë i te kaloj. A ka presion, s'tash ndikon të kjo? A ka presion? A ekziston? Po, unë nuk jam e ndikuar nga ajo. Për çfarë syzi pas jush? Po, unë nuk e di, a jam frigu se jemi 4 kandidat. A më kush më frigu? Edhe jemi konkurent. Unë nuk e di kush. Profesorët në përgjithësi janë frigu, më duket. Po, pikujt? Po, pse? Pse? Unë frigën nuk e njoh. Dëgjoni, po vime një situatë kur po më thoni ka presion. Dëgjoni, unë... Po, shpjegoni, po, ka presion, për thëmë, prej kujt se di. Profesor, okej, unë... Dëgjoni. Unë frigën nuk e njoh, se unë s'jam frigu në kohën shumë të rëndë dhe jam ballafaqur me shumë çka dhe kam dalë faqe bardhë. E tani, nëse ka ndonjë profesor që ka presione e kështu me radhë, ai duhet ta ketë atë egon e vetë, atë çka është presioni? Çka po çuni ju presion? Presion, insistimi që... Që dikush e thirë dikon me votu këta? Ashtu diçka. Që po thoni ka kurdisje para prakisha? Ashtu diçka. Ashtu diçka. E pse? Ate neve mos nga pytni pse. Ne përgjegjen së ma japim. Se dunem tani këtë tim tjetër. Unë së ma jap përgjegjen, se unë këtë universitet e dua si fëmin time. Edhe kur e kam themelu, në shkruese e themelimit, kam thënë se son të lindi një fëmi, që duhet të kalisim dhe të arisim gjithë populli këtë duhet të kalisim. Dhe për mu nuk më trembet thyri prej kur gjaj, aq më pak prej punës që duhet të bëj. Dhe prandaj, janë të kota këto, ndoshta janë edhe tash e thanme, unë nuk mund të verifikoj kur gja, por janë këta gjë. Janë këta gjë. Profesor Zajneli, e para, problemet që ishini që janë universitetet që ju mendoni si do i zgjidhni, dhe pa tjetër kom të ndërlidhëm dhe që është në presionit. Dini ju presion, e keni hetu presionin, prej nga vjen presionin, ka kurdisje. Tani më lejoni që tani së nga e para, zakonisht ndryshimet që realizohen një universitet janë ndryshime evolutive që ndodhin në proces dhe në kontinuitet. Që ndryshime? Ndryshime... Konkursin e hapën me 4 veta, është kënë ndryshime, apo? Mendoj kjo është zbatimi i ligjit të arsimit lartë, me që vinë nga sfera e drejtësisë dhe do të sigurisht që më pëlqen dhe unë jam i thari asaj që çështja e funksionimit, organizimit të universiteteve është kategori ligjore, është edhe kushtetuese për arsye se edhe akti më i lartë juridik në vend të përcakton funksionimin e tyre, krahas statutit që kemi, udhëzimeve, akteve të tjera juridike dhe natyrisht besoj që premtimi i jonë posaçërisht imi është duke u thirrë në këto akte juridike edhe kam hartuar edhe programin, por tani në pikat shkurtra dëshiroj pak të bëj një rentgen të veprimtarisë së universitetit, ku është edhe ku mendoj që unë problemet keni identifiku ndonjë problem? Tani, gjatë, po njës të gjitha me radhë, do të thotë, për parësit maksit.
Gjatë zhvillimit të universitetit, më dhe se duhet të theksojmë faktin që megjithatë ka investime në infrastrukturë, në veprimtarinë botuese. Për shembull, ne si fakultet juridik botojmë revistën shkencore ndërkombëtare Justicie, e cila para pak muajsh është indeksuar me impact faktor, që do të thotë vërtet një revistë prestigjioze, por në nivel të universitetit botohen diku 11 revista të tilla, që do të thotë që është një arritje. Shembull, në kuadër të fakultetit juridike kemi tani funksionale edhe klinikën juridike. Jo, në tërsi për universitetit. Juridika, po, që të jenë problemet, jo për shembull, ashtu. A ka probleme, si pasysh nuk ka? Jo, një moment, do dalim të gjitha, vetëm në kontinuitet. Për shembull, këshillat mësimore në shumicën e fakulteteve, pra kemi në kuadër të universitetit tonë 13 fakultetet cilët organizohen dhe funksionojnë. Para pak vitesh kanë qenë me 3-4 antar, 2-3 antar këshillat mësimor. Tani shumica janë do të thotë me mbi 50 profesorë që do të thotë janë konsoliduar, shumica e profesorëve janë avancuar fatmirësisht fal punës së tyre, mundit, institucionit, bashkëpunimit në thirrjet mësimore. Çështja tjetër janë krijuar disa platforma elektronike, shembullosh të LMS, RMS, çështja e komunikimit studentëve me universitetin për hallet, shqetësimet, vështirësitë e tyre. Çështja e aspektit ndërkombëtar, bursave të studentëve ekselent, bursave të studentëve që janë kategori sociale, mungesë të njerit prind, veteran të luftës dhe të ngjashëm, që do thotë, mendoj se shumica e temave, problemeve janë të prekura, por sigurisht që programi im zhvillimor, do thotë me cilin kandidoj për rektor të Universitetit të Tovës, përcakton që këtë që është arritur ta respektojmë, dhe natyrisht çka më tepër. Mendoj që këtu mundet të rregullohet, të përcaktohet për shembull alumni. Kjo është ajo e cila duhet ta bëjmë ne në vazhdimsi, gjithë ato kuadro studentë cilët kanë diplomuar në universitetin tonë, pra në kuadro të gjitha fakulteteve, dhe ata kanë detyra, pozita të rëndësishme, funksione, qoftë si bartës të funksioneve apo pjesë të stafit apo në punës administrativ në institucione të ndryshme shtetërore ose edhe në për media të ndryshme. Mendoj që kjo duhet që detyrimisht rregullohet me një periudhë sa më shpejt, për arsye se këto është një komunikim që ne do ta mbajmë ato, por në fakt ne do të përfitojmë se do të kemi edhe bashkëpunim, sugjerime, vërejtje, edhe do të arrijmë, do të thotë që të zhvillohemi më tepër. Çështja tjetër është se aspekti i bashkëpunimit, sigurisht që ka bashkëpunim, do të thotë me universitetet e rajonit, por mendoj që kjo mund të forcohet. Edhe jo rastisht një ndër pikat kryesore të programit tim e kam edhe do të thotë çështjen e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe shkëmbimit akademik, dhe mendoj se kjo duhet shtrihet në 3 rrafshe, duke forcuar atë që kemi bashkëpunimin në nivelin rajonal, duke e zgjeruar me atë ndërkombëtar dhe mandej enkas me çështjen e bashkëpunimit me universitetet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për ne shumë i rëndësishëm bashkëpunimi dhe të kemi sa më shumë profesor Fulbright që qëndrojnë në universitetin tonë. Unë kam vërejt disa herë kemi patur, do thotë edhe realisht ne kemi marrë përvojat e tyre, por sigurisht që ka nevojë, do thotë kjo është ajo që na duhet, pra krahas përfundimit të alumnit, çështjes do thotë forcimit të bashkëpunimit. Për shembull, ne kemi bashkëpunim me shumë institucione në sferën e arsimit, do thotë me gjitha institucionet, gjitha nivelet e shkollimit, por në fakt ka mundësi të jetë më profesional. Për shembull, që studentët tanë, staf akademik të jetë edhe më i angazhuar, edhe më kualitativ në këto vizita që bëhen. A ka probleme në Universitetin e Tovës? Asnjë se ka, s'ma përmendet. Vështirësi ka. Probleme s'ka, vështirësi ka. Internet ka. Internet ka, po mungon, ja për shembull na duhet Wi-Fi. Bibliotek ka. Bibliotek ka, po duhet bëhet një bibliotek më e madhe, një qendrore. Tani ose ka ose s'ka bibliotek. Jo, ka bibliotek. Unë mund t'ju vizitoj me njëherë me televizionin, por në fakt, Fatmir, biblioteka nuk është ajo që dëshirojmë ne. Pra ka, por ne dëshirojmë që të jetë një bibliotek më e pajisur. Edhe sidomos për shembull të jetë edhe të kenë studentët një qasje më të mirë elektronike. Tani ne dimë që zhvillimi elektronik ne na detyron që të jemi pak edhe më të përgjithshëm me zhvillohemi. Për shembull, në rast se ju edhe më mirë e dini. Për shembull, nëse një mjet teknologjik e përdor 6 muaj në vit, edhe nëse nuk je në hap në trend me zhvillimet, çështja tjetër është edhe çështja e tim tjetër. Po, edhe çështja e Wi-Fi-s. Për shembull, ka nevojë studentit të jetë i pajisur, edhe profesori me Wi-Fi, sidomos studentët, për arsye se ai është i papunësuar. Domethënë se ka apo ka Wi-Fi? Jo, Wi-Fi nuk ka. Wi-Fi në fakt nuk është shumë funksional. Profesorët kanë kompjutera? S'kan kompjutera. Kanë kompjutera, po mund t'i kenë më të mirë.
Edhe unë kam kompjuter, po... Po tani unë që të pëmununa mes të tri, se të kjo vende serdha. Ne 2 veta jemi në zyrë, s'kemi kompjuter. 2 veta jemi në zyrë, s'keni kompjuter. Tani e vrem që ka probleme, po Mund dini shifni. Sigurisht që nëse flasë për kandidaturën time, mandatin e rektorit, sigurisht që unë zakonisht kjo është edhe një nga vetit, tani që pa tjetër të them që unë bashkëpunimin e adhuroj gjithmonë, sigur se me profesorët, jashtë, brenda, stafin, administratës, student, edhe natyrisht krahas asaj që besoj se e di këtë që ati ku pikon, Fatmir. Rast se ka në një piku i që pikon, jam rrit me këtë institucion, edhe jam iftari asaj që ne pa tjetër detyrimisht të shojmë nëse dikun... Nëse po rrjedh dikon. Nëse rrjedh shkoni, a mos po kallzoni nëse ka rrjedhje dikun. A ka presion? Dhe për çka mund të ketë presion? A ka dorë të trukumet para kurdisur, të para caktume? Në fakt, jo, unë i përshëndes... Jo, gara është në harmoni me ligjin, arsimit lartë, unë i përshëndes përfitoj edhe njerë kandidatët edhe gjithmonë kur në çdo prezantim, pra me që jemi në fushatë parazgjedhore si kandidat, edhe unë gjithmonë kam përshëndet kandidatët, familjet e tyre, edhe secili nga ne besoj që kemi qëllimin e mirë. Kështu që ju i respektoni kandidatët e tjerë, a ka me të bëjnë me presion kjo? Jo, nuk e shohim presion. Nuk kishini presion kërkunas tek profesorat? Jo, ne jemi të lirë me prezentu programin tonë, bashkëpunojmë me profesorët, biro shfrytëzoj edhe rastin nëse më lejoni që edhe t'i lusë të marrë mbështetjen e tyre në suazat të programit që kam, në suazat të bashkëpunimit. Edhe Fatmir mendoj që tash është edhe një çështje tjetër lidhur me infrastrukturën dhe shoh pak të ndalëm. Kemi vështirësi për shembull ajo që kërkoni saktë. Te fakulteti mjekësisë na duhet objekt. Pra kjo është ajo që na mungon. Domethënë s'është problem që s'ka objekt, po duhet me pas objekt. Në fakt nuk i plotson kushtet. Ka objekt? Jo, po thoni nuk është problem për me përmend që fakulteti mjekësisë nuk ka objekt. Ka dallime në gjuhë. Jo, e theksoj sakt, ka objekt. Objekti ekzistues do thotë duhet të riparohet, rregullohet, por në fakt ka nevojë edhe për objekt të ri, për arsye se është zhvilluar do thotë fakulteti. Një fakulteti shkencave matematiko natyrore. Do thotë është një ndër fakultetet që vërtet ka nevojë për zgjerim. Në fillim edhe ne kemi qenë atje, edhe shumica e fakulteteve tjera, edhe do thotë që nuk i plotson gjitha kushtet, është zgjeruar, do thotë laborator, shkencat kompjuterike, është e vështirë. Edhe mendoj se një nga do thotë obligimet tona primare duhet të jetë edhe objekti i Fakultetit Shkencave Matematiko-Natyrore, shkencave të mjekësisë, natyrisht edhe forcimi do thotë kapaciteteve të Fakultetit Teknologjisë Ushqimore, por duhet ndalem edhe një pikë shumë të veçantë, Fatmir, është fakti se ne tani duhet kemi një bashkëpunim teje të sinqertë dhe shumë reale dhe me kompanitë. Në kuadër të vendit tonë, po edhe në rajon, funksionojnë shumë kompanitë fuqishme. Edhe mendoj se kemi obligim që të bëjmë një rentgen, të detektojmë gjitha sferat ku ne mund të bashkëpunojmë me kompanitë, edhe për shembull programet tona studimore, unë mendoj që ne duhet i përshtasim ata sillabuset. Kjo është edhe një diçka mendoj që duhet bëhet një update. Mos harroni që njerëz kanë me na kështu çfarë do të thonë, kanë me ditë kur thoni ka apo s'ka laborator. Laboratore ka, ne kemi në program. Kemi nevojë për laboratore. Debati që bëni ju Fatmir na detyron neve të ndërhyjmë. Domethënë se po neve megjithatë duhet me e kuptuar se jemi politikanë, jemi kuadër akademik dhe neve respektojmë atë mënyrën e shprehurit të kolegut që të shprehë deri në fund. Që unë mendoj ndryshe. Debati nuk është thyrje njëri tjetrit, në asnjë tani, nëse të kthehemi në këtë pjesë, në shkencat e natyrës, që është një nga fakultetet bazë që duhet të ketë pjesën më të madhe të laboratoreve kërkimore shkencore, neve përveç laboratoreve studentore nuk kemi fare laboratore kërkimore shkencore. Kemi një laborator i kimisë që është vendosur në 2011 dhe tjetër nuk kemi laboratore të tilla. Nëse vim në këtë aspekt, domethënë ta flasim. Fakulteti i mjekësisë ka një gjysmë objekti, nuk ka një objekt. Fakulteti i shkencave të natyrës ka një objekt që problem shumë i madh është problem shumë i madh sepse profesorati në fakultetin e mjekësisë i ka një 3 zyra, i gjithë profesorati, dhe nuk mund t'i gjesh. Do të jenë diku në këshillin mësimor shkencor nëse nuk gabojmë mbi 40. Po, me 3 zyre 40 veta me 20 e diçka që janë me marrëdhënie të rregullt në UT, pjesa tjetër janë me marrëdhënie të dyfisht pune në spital dhe në universitet. Pra kemi nevojë shumë imediate, unë do të kisha thonë kemi nevojë për një mini marshall plan
në aspektin infrastrukturor si universitet nëse duam të jemi kompetitiv. Fakulteti i Shkencave të Natyrës është ndërtesa historike e Universitetit të Tovës, të cilën unë mendoj se duhet neve ta rehabilitojmë dhe ta rregullojmë, për shembull ta bëjmë si bujtim për musafirët e ftuar, pjesën e arkivit ose diçka tjetër, po ai objekt më nuk plotson kërkesat minimale për të zhvilluar proceset mësimore dhe shkencore, veçanërisht për shkencat e natyrës. Kemi probleme? Sa duhet. Hajde për hajde. Ne jemi këtu për të zgjidhur problemet. Ma mi numroni që të di që Se për nga natyra, unë jem person që nuk dorëzohem edhe nuk kërkoj ndihmë aty ku mund ta bëjmë punën vetë. Kështu që, po mi numroni probleme. unë para do të bëj zgjedhjet, pastaj do të rritë probleme. Apo unë Dhe nuk duhet vetëm probleme. A ishte pyetja oferta. Unë s'u më kuptu, nëse më thoni kjo është zgjidhja pa e ditë problemin. Ishte pyetja në fillim se devi ju, a ishte pyetja çfarë do të bëni ju, çfarë mendoni ju. Sa cilat janë problemet? No, problemet që keni identifikuar që i zgjidhni si imediat apo në një kohë shumë shkurtër. Domethënë, ne jemi të koncentruar vetëm në arsim, në mësimdhënie. A kemi obligimin edhe për tarisë shkencore. Në kushte të tilla kur ne nuk kemi institute këtu kërkimore shkencore, as më tepër s'kemi edhe internet, ne jemi detyruar të rinë për kafe, ose të krymë të shtëpia. Nëse shkojmë kafe nuk ka profesori. Pe zyra s'ke çka mund, vetëm orar konsultime, s'ke çka mund, vetëm ta shikosh murin. Në situatë të tillë, unë jam aty që, domethënë, të ofroj zgjidhje në mënyrë që edhe një pjesë të punëve mos kërkojnë vetëm prej shtetit. Se shteti në fundit e ka obligim. Ai është themelus, ai është financier. Është themelus është Kuverti i Republikës Maqedonisë, Selim, fatmi të dijemi jurista. Edhe tash nuk mund të thotë vetëm ju i keni rrogat mjafton se tash i kemi qenë në universitet tjetër do të edhe ato ta ekipojnë. Do të thotë se nëse i afër me politikën, a politika ka interes ta kontrollojë intelektualin, jo tash ka qenë prej fillimit, në kuptimin e asaj se intelektuali, nëse është i lirshëm, mund t'i bëjë problem politikës me analizat, me shkrimet e tij nëpër gazeta, e tash në një situatë të tillë, politika ka gjetë se pak edhe e kam shetitur ata, domethënë, ata politikisht që funksionon. E kum pa, që me dash kontribut jam për pushtetin, por nuk kam qenë me pushtetin, edhe pse nga Kërçova. Kam mund shumë lehtë rrugën e shkurtër ta gjej. Unë e gjej rrugën e gjatë. Edhe me lejen e Zotit kam rri Beriqave, alhamdulillah. E kam fjalën tjetër. Unë duhet të gjej mënyrë që edhe vetë të financojmë, ne të gjejmë jetë burimore, sepse kemi drejtë statutore. E kemi edhe drejtë ligjore. Në kuptimin e asaj, nëse ne te fakulteti, instituti i gjuhëve nuk funksionon. Kemi një qendër të gjuhëve, e cila ishte në kuadër të universitetit, edhe te na, në rregull është ajo. Tash, ne duhet në kuptimin e asaj me institutin e gjuhëve, ku do bëjmë edhe veprimtari shkencore, ne do të mundemi të bëjmë oferta të japim për shembull gjithë qytetarët që vinë nga jashtë mund të zdinë ku të drejtohen për një lektor, i licencuar. Ne si Fakulteti i Gjuhëve, në gjuhën shqipe, domethënë si lektor, si redaktor, mundemi lirisht të ofrojmë me një kundërshpërblim simbolik, të cilin kundërshpërblim material do t'u ndajmë atyre që do të jenë pjesëmarrës, në vullnetare në aktivitet. Dhe një pjesë e mjeteve do të jetë brenda fakultetit, që pastaj ne të kërkojmë pajisemi me mjetet që kërkojmë për shembull në edhe ne, domethënë politika thjesht tingulli, ata mjetet si kimi ne ta dëgjojnë gjuhën e huaj studenti se si ka tingulli ose zanoria mbyllur e hapur. Do thotë ne jemi në kuptimin e asaj shteti duhet ta krijojë mjetet elementare të punës, se ka obligim, jo vetëm pak. Kur je i afërt me politikën, politika thot trupun një pak se kemi problem tash ande. Kur nuk je i afërt, kur je i pavarur, do të bësh problem dhe të kërkosh zgjidhje të problemit. Pa pasur personale. Ose kam personale. Unë duhet thjesht të kem si punëtor shkencor kushte elementare që të jem produktiv. Sepse nuk i keni aktualisht. Si kemi? Unë zyrë kur kam konditë aty do punoj. Tu zyrën se ka. Se si keni juve, zoti Zeneli ka. Po pyetni ata, do të thosh më afër në pushtet. Ju po thoni, ky po thotë që janë kushtet, ju po thoni s'jan. Po për vete po thonë. Mundet Edhe një çelë bashkë me ekipin e ju shkojmë edhe vizitojmë edhe shohim gjendjen reale. Po, edhe te zyra ime e thira. S'është problem, gjithsesi janë hapur zyrat. Zyra ime është hapur vetëm se tash dalim te problem. Po. Domethënë, unë kërkoj që pjesën materiale nuk mundemi ne se kemi mjetet kufizuar vetanake. Një pjesë atyre mjeteve kemi edhe si pagesë plus për shkak se do të motivohemi. Po ndryshe për 500 euro 600 sa jep shteti ne mundeshim të kemi edhe profesor gjimnazit. Rruga 200 euro kënaqë ne nuk na paguhet. Në rastin konkret ne duhet të motivohemi edhe me ata botimin e librave.
Do të thotë, unë kam një libër që do ta botoj, 2-3 libra i kam dhënë për xhepi. Ta detyroj studentit ta blejë. Ai nuk është evitisëm se i duhet biblioteke vete, sepse nuk ka ndoshta mundësi. Ti kërkon të ndihmë, nuk përgjigjen. E tash ti do të japish parë për xhepi sepse të kërkohet për të bësh punime shkencore, të bësh libra, të punë të kemi obligim. Një 10 vjeçar, një shkencë, domethënë sintaks, nuk e lën një libër në lëndën tonë psikolingvistik, sociolingvistik, ti duhet edhe të japish diçka nga vetja, nga ajo që ke mësuar për gjithë jetën, në mënyrë që edhe ata të shohin se ku ka përparuar shkenca si literaturë profesionale që vjen nga ti. E thashun kur detyrohem ato ta paguaj me gjysmën e rrogës, unë demotivova. Në këtë kontekst unë parashikoj fond të ketë. Secili që don të bëj punim, e drejta diskrecionale, nuk ka të marrim leje ty është kvaliteti, ne e kemi fituar drejtën me vetë titullin që kemi marrë. Nuk është e kontestueshme aty të bëjmë libra. Si janë kvaliteti, cilësia e librave do ta vendosin lexuesit. Do ta vendosin punimet tona në për konferenca, për shembull kur ballafaqohemi me argumente shkencore, sikur qysh. Por ne tash edhe nuk mund të shkojmë edhe në konferenca. Se kushton. 2-3 herë kemi pas tesa, e kemi çu punimin, pranohet punimi, jeni të mirë se ardhur, e llogaris, bileta, rruga, 400 euro. Sa është kështu profesor? Unë nuk thon për tjerë, thon për vetë, domethënë. Kërkoj tash zgjidhje. Sa gjatë është kjo kështu që s'keni parë për me marrë pjesë në konferenca, s'keni parë për me botu libra. Po përgjigje. Paraqit të thotë të bën një kërkesë te arkiva. Ajo, je projektor për shkencë. Unë projektor për shkencë, të drejtohem ty, ti që ik tash një alternativë, më intereson. Je projektor për shkencë ajo. Gjithë problem. Më fal profesor, gjithë investimin akademik dhe shkencor e kemi bërë me paret tona vetanake. Gjithkundi ku kemi qenë në për kongrese dhe kemi prezentu, vetë kemi bërë harxhimet. Të gjithë që ka mbri në shkencë në universitetin tonë, unë nuk e di dikush a ka marrë, a ka fond që i ka ndhanë dikuj që të aplikon temën, të prezenton temën dhe harxhimet tjera që janë përcjellse. Do me thanë gjithë që ka mbri në nivele shkencore, do me thanë deri në nivel ordinar, harxhimet kanë qenë personalit të profesorëve. Dhe ne gjithë profesorët e kemi ngrejt këtë universitet, po edhe shumë duhet punuar në këtë aspekt. Se investimet më të mëdha janë në pushtetet e zhvilluara industriale në universitete banë për hulumtime shkencore. Dhe ajo të rangon ty lartë në hulumtime në shkencë e kështu me radhë. E mundësit tona që janë, deri ku ne mund të shkojmë. Dhe kërkojmë gjithmonë të jetë konferenca me impact faktorin ndikues, që të kemi edhe një pika për të avansuar në thirrje shkencore që i kemi. Kjo është me të vërtet presioni psikologjike. Ka në anglisht thuhet body language. Nuk do ta thuash, e thu me veprim. Në rastin konkret, që rast konkret, pa pasur personale. Kishim një ditë prezantimi e kandidatëve. Në Universitetin Cirili e Metodi ishin gjithë bashkë, edhe të gjithë kishin të drejtë të dëgjonin secili veç ka folte. Tu bën një obstruksion, se unë e di ata ndërkamzat. So nëse di du të mjëngu me shumë vëmendje për me ditë që po më thani. Në mëngjes, ne ishëm bashkimi fare, unë i dyti, nuk erdhi askush nga universiteti. Ishëm kolektiv. Stafi u dhe cija. Bashkë me kolegun edhe gjithë definuar së bashku, edhe ata dërguan porosi se kjo është favoriti unë, ashtu e marrë vesh unë. Te unë zgjen tek i vjen. Tash kjo çfarë porosi e çon te njerëzit që nëse do të votojnë. Këta e kanë zgjedhur. E tash ajo psikologjikisht nikon që ti tash pse ti dhënohemi, pastaj kemi ne kohë zgjedhje, po dinën mes veshtave të na kujtohen lidhje dekani thotë keni kujdes se ki vjen koha e zgjedhjeve, tash ata nëse janë pika ca fajin kanë vetë. Po dikush bie në dikimin e tyre. Unë asnjë s'kam bravo. Kanë dot për shembull 6 muaj më kanë humbur i zgjedhjen. Merë tension me të gjitha, vetëm se prita një faktor politik në Kërshov, hajde burum edhe kjo keni rreth vini këtu, nuk ka ky pashalle ku askujt. Mundet pak. Nuk do legalist, më pak. Antilogalist. Kom në shembull në Kërshov, ku s'ka pas kusht të vi, thon hajde burum, se si intelektual ta çel derë ti pastaj vazhdon. Që do të thotë se tash ata me gabime pa gabime, nuk ka për asnjë jetë, kur gjë s'ka asnjë jetë. Unë ashtu rjeta më kam mësuar. Edhe prapun e kum vazhdu, nuk e manku, sepse më puni 6 muaj, nuk u po nami, ama ajo ka efekt psikologjik. Kur e morën vesh ata se, këti t'ja bon të ma bëjnë edhe mu, ka dha shembull precedent, kesh, porosit e tjerë. Mjafton një, ose kishim raste për shembull ne
unë mori një vendim, do rini për 9 deri 3 sati, këtu se ashtu ka vendas. E ta shti pritëm rënë, lehat në shkruemi, kush vjen, kush nuk vjen, ba, mu edhe ata që zvinjen, ishin ndër ata dhe unë, se s'ke tash unë kam obligime pedagogjike, orarin obligime pedagogjike, hajte një zyrë, jem, nuk kam kompjuter, nuk kam kujqa, unë, në kafe sërinë se mund kushton vakti, shembull. E ta shti, në këtë situatë, do që të ftoj me mjetër juridike që të dëshmoj se ju s'keni të dhejë, se ligji thotë do t'i krysh obligimit pedagogjike, do t'i krysh punët, qaqë. Ajo ishte psikologjia e madhe. Unë ndryshu ligji, unë shpëtova në tojza, po i liru unë edhe kolegët tani ju fitoj liri akademika. Do të thotë unë nuk kom fitu veç për vetë, unë thoshe, pse më ziteni vi, unë për ju luftojnë. Ata thoshe, no, e mori numi. Ata kanë efekt negativ. Ata janë porosit politikës. O, nuk kom folë me ata, nuk e di, po thjesht dikush ka dash të vishin pak ta kontrolloj. Po unë nuk jem dalë. Me në timën e Zotit, fatim i gjallë, unë jem rrugën e drejtë, drejtësis, kërkoj drejtësi edhe këtu, edhe prej fakultetit të drejtësis, unë personalisht jazda për të madhe, si te kanë që është, pikës pari këj dojsh e të hapi do t'jeqe, sepse ti e zjetë para një viti, ti dojsh e për ta 3 vjetë të dëshmojsh vetën si profesionist e fakultetit jot, pas ta të kërkojsh një mandat tjetër, ka dalë pak, të avranë sanë sa regula, mati majrije, dëshmojnë të profesionin, ne s'kemi pas shansë të dëshmojnë. E para, e dyta, ti mos lejo t'i thush, ka dalë për edhe këta do të shkojmë ne. E pese, bashkë, edhe një ora, edhe bashkë, te ne sishen, e dyte se sishen, i konvenon, ama mund së më konvenon. E ta shtë ajo ndikon që të kemi problem, pas taj efekt psikologjik, një zgjitonë, ama të edhe që vjen një zjedhja, ke kujdesë, më duhet kem problem, të direktoj një shka më ma qitë fjallë, Ajo të ashti, o mu më thonë për shemull, kolla e kjetë e zyrën tonë e ti, ku të shkojmë ne? Kure e gjyqoj këta, unë e thonë, ku të shkojsh fakultet tjetër be? Ata muhabete jam personale muhabet, unë i dhe gjoj, edhe ajo të kryon atë tension, sepse porosia e pa arshmëris më gënë. Kjo është bile basë për anullimin e zjedhe, me vjetë juridike, normalisht, sepse ka fotën, ka dalë, ka definu njës. E ta është qarë porosia është ajo, te gomë, hajde ti, që se nuk mund të kuptohet në yshe, që se ka kuptim tjetër, urnati, unë ashtë e kuptoj, vjen keq. Zoti Zene pju dëgjaj. Erdhët veç vetë, erdhët vetë 100 që pa ta thonë edhe dikujt në emission vetë 100 kështu. Kështu ishte dhe te kolegët tuaj kundër kandidatët nuk erdhën të tjerë, pse? Demonstrimi forcës a pse? Në fakt u kisha mundësinë edhe kënaqësinë të jem pjesëmarrës edhe në prezantimin e programit punës të kandidatës për sëreshës Miqire Merusi, edhe kam dëgjuar me shumë vëmendje, për shkak të kohës nuk kisha hapësirë të di kolegët që shkoj t'i dëgjoj, por natyrisht që respektoj programin e punës platformës, edhe vrejta që edhe nëse nuk gaboj të përsëresha ishte prezent udhëheqësia e universitetit, pra kjo është argumenti im, por këtu Fatmir ka një diçka. Unë nuk mund të them se udhëheqësia ishte në bazë të pozitës zyrtare apo si profesor. Për arsye se unë jam dekan i fakultetit juridik, por sot nuk jam këtu si dekan, jam si kandidat për rektor. Kështu që si dekan janë aktivitetet tjera, janë prodekanët, është kolegët që kujdesën. Ligji e përcakton, nuk e kërkon, po ta kërkon të do ta bëja më njëherë, një formë gentlemane, por dëshiroj që profesori gjatë i replikoj vetëm ta informoj. 3 vite kam qenë kryetari i Unionit Studentëve, vite më të vështira, 8 vite prodekan për arsim, 8 muaj do thotë jam zgjedhur në detyrën e dekanit dhe fal kolegëve, miqve, gjithë audiencës që kanë vlerësuar punën time dhe unë kam bërë një studim, një rentgen qoftë se a jam i pranishëm për të kandiduar për rektor ose jo dhe kam marrë guximin duke parë parasysh se do të jem do thotë i pranishëm me këtë. Unë lëvizi, komunikoj çdo ditë, kërkoj mirëkuptim që dal nga modestia, me leje, unë vi i pari dhe dali fundit, Fatmir, nga zyra në këtë institucion. Kjo ndodh shumë vite, 22 vite ligjëroj këtu. Kompjuter kjo s'ka. Po për atë kam kompjuter, s'u vi rrit të zyra. Falni kë, po e thon profesor pa të keq. A mund ta pyetni profesorin a rrit të zyra? Hajde një. A mund ta pyetni profesorin a rrit të zyra? Unë rrit çdo ditë të zyra, Jo sinqerisht. keni kompjuter dhe internet. Po, gjithë kanë Fatmir. Unë besoj se shumica e profesorëve kanë kompjuter, por Fatmir është një diçka. Shumica nuk është krejt. Po, keni drejt. E tash ka dhe një diçka. Ato kompjuterat që i kemi pajto, edhe kompjuteri im ja pak më herët i kam lutë shërbimet edhe profesorët mund t'i lusin ta riparojnë, është pak i vjetër e pranoj. Edhe kjo është Fatmir që edhe unë në platformën time kam para pa. Dikush ka, me çfarë kriteri është zgjedh, kush ka, kush e ka zgjedh? Jo, se ki bisi pa shallok me të vërtetë që thotë profesori. Jo, Fatmir, që dikush zgjedh se kush ka, kush ka. Edhe të fakulteteve ka edhe projekte përkatëse.
shtrova, mashallah. Ka edhe projekte. Për shembull, profesorët angazhohen në projekte, programe përkatëse, edhe fitojnë donacione, mjete pune, kompjuterët, fotokopjet e kështu me radhë. Nuk ja u jap për x, Jo, ka dhe për universitetit, mirë po është zgjeru shumë. Edhe pikërisht, për shembull Fatmir, që universiteti është zgjeru, edhe unë në programin tim punës kam para pa që të siguroj mjete, njerë du ta ndërlidhi pak nëse më jep një hapësirën me çështjen e pagave dhe dalë te kompjuterët. Që edhe të punoj në rritjen e pagave, për shembull, që pagat merret komplet. Shumë thatë, vetëm ishin të kune të profesorisha ruse të këta tjere serdën. Jo pse ju thatë ju, jo pse ndikuat ju, jo pse ka faj politika, se që thatë, jo se politika e drejton. Fatmiru mendoj që... Kështu, glancë. Fatmiru mendoj kështu se do të me pyet udhëheqësit se janë dy mundësi. Kanë qenë si udhëheqës apo si profesor. Për arsye se edhe rektori, kryetari i senatit, profesorët kanë dy statuse. Nëse si profesor, për shembull, shfaq do të thotë simpati për një program për ta mbështet, si profesor është e drejtë e tyre. Do të thotë, kështu që do të më pyet në bazë të cilit status kanë qenë. Nëse kanë qenë si profesor është unë e kom pa edhe në fakt ka dy statute Universitetit Tetovës. Jo, statusi i personit. Status. Do të thotë si profesor apo si partës funksion. Statusin e profesorit duhet mos funksionin ta lë. Ju lutem. Vetëm ta përfundoj. Kolegu Jusufi ka plotësisht drejt. Kur vjen ai edhe që ishte edhe atë ditë, vjen në formën e kandidatit. Nuk erdhi në formën e dekanit. Erdhi në formën e kandidatit. Por udhëheqësia e universitetit nuk janë kandidat. Ai është kryetar senati. Profesor doktor Vullnet Ahmeti është kryetar senati. Edhe atë ditë që janë të lutem, edhe atë ditë që janë prezantuar platformat, ka qenë kryetar senati, vazhdon të jetë kryetar senati. Kështu që kur vjen në prezantim, nuk mund të vijë si profesor derisa ti ke një funksion. Dhe unë në emailin e parë që u jam drejtuar, u jam lutur ta ruajnë neutralitetin, si organi më i lartë të universitetit. Edhe ushtruesi i detyrës rektor, edhe kryetari i senatit, me gjithë sekretarin e përgjithshëm, pra erdhen e gjithë udhëheqësia. Pastaj që erdhen aty po në fund që u fotografuan para hyrjes së rektoratit në mënyrë demonstrative me pjesën e profesoratit, dhe unë jam këtu edhe do kisha dashur shumë më shumë që ne të flasim për programin, platformën dhe zhvillimin, por me gjithë ato, ajo çka ndodhi, i psikologjikisht ndikoi tek një pjesë e mirë e profesoratit. Dhe mos flasim pastaj për pjesën tjetër, ku profesorët të caktuar thërritën nga rektorati, nga njerëzit që punojnë prorektorët, në rast konkret mund t'ja u them, dhe kam dëshmi për këtë, që paraqiten profesorëve të caktuar të votojnë filanin, fistekun, se ju jeni me ne, nuk jeni me ata. Kush janë ata? Kush janë ne? Po kush janë ne, kush janë ata, unë nuk e kuptoj këtë pjesë. E pra, duhet t'i pyesim ata se kush janë ata dhe kush jemi ne. Pikrish këtu, unë se kuptoj këtë pjesë, kush janë ata, kush jemi ne. Ne jemi aspirant për poste. Absolutisht. Edhe do t'i ushtrojmë kompetencat ligjore. Që na takojnë, as më shumë, as më pak, edhe me dash mundemi, se në kupton të kanimi kompetencave ligjore, ke shpërndimin e tyre zëndare. Ashtu është. Raste atë ditë kur ishte? Jo, ashtu, jo, për atë ditë kom fjalën se nuk mundet të kesh më shumë pushtet se të takon me ligj. Edhe ne me dash s'mundemi. Ajo nëse e bën ti, Maqedoni që s'ka shtë? teorikisht flas, jurist. Maqedoni po pa të përkraj politike dhe atë e kalon. Kena ma ligji nuk vjetrohet asnjëherë. Vjen situata e shtetit kap me qerre. Ajo do thonë popullore. Tash nuk do ta kuptojmë si këtë. Tani Fatmir dëshiroj të prak edhe një element. Ne do të kemi një frikë prej ligjit. Nuk funksionon ligji. Kemi prej Zotit, ka dalë ku e shkel, ku e vën dëm dikujt. Me dashje pa dashje po ndam, ki kujdes. Unë tash mund të më duket antipatik, ne jemi shok. Për shembull, po tash ky nëse e shkel ligjin dhe ne kam shok të jaftë në pik, në qinim, unë do ta çojtoj, do të ndamoj shembull për të tjerët. Në kuptimin nëse ja duhet mirë institucion, ashtu? E tash në rastin konkret, nuk mundesh ti të hetim selektiv. Ne jemi ne që jemi të rrethit tonë, cili rrethit supozoni ju. Ata që nuk janë me ne, të rrethit tonë, janë kundër nesh. Ja sjarova ata, dhe më thonë, kush janë ne edhe ta. Po, mendoj që...
Jo, në harmoni me A ligjin. veç laf po bojnë. Bëjmë muhabet supozim Profesor hipotetikisht, jo, tamam. Po i kuptoj. E tërë veprimtaria jonë është në harmoni me ligjin e arsimit lartë, statutin e universitetit, gjitha udhëzimet e komisionit që organizon zgjedhjet në nivel të universitetit, por natyrisht janë edhe komisionet e fakulteteve, por dua fatmirë të cekni diçka që veprimtaria jo, krahas faktit që është do të thotë në harmoni me ligjin, i ndëgjova me vëmendje gjithë kandidatët që vërtet që më pëlqen një element. Në vërtet jemi një institucion kombëtar, i shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë Veriut është ndërtuar me shumë sfida, edhe e pranoj që ka sfera që ka lëshime, por pikërisht kjo është e sakrifica jo që ka bërë profesoresha. Ne kemi qenë bashkë kur isha kryetari i Unionit Studentëve në prezantimin, nëse mund ta shihni do të thotë në faqen time që kam, është edhe profesoresha dhe unë me krenari, me mburje kam përcjell edhe çdo kush që është aty pjesë e saj, kanë qenë momente shumë të rënda, nuk jeni atë pjesë tani, por vërtet edhe na e ka vlerë që bëjmë një sakrificë. E tani çka? Tani do të thotë mendojmë se pas kësaj periudhe është një kohë fatmirë kur ne duhet mundohemi tani të krijojmë mundësi resurse të reja. Tani plani im, cili është që duke filluar prej pagave, të mundohemi të rritim si për profesorët, stafin administratës, sektorët, edhe trajnimet veçanta. Për shembull, ishte më herët pyetje edhe ku ka do të thotë mangësi, përparësi, dobësi, ka sektor që duhet të fuqizohen më shumë. Ja, për shembull, unë do ta marr është aktive zyra për cilësi, por pretendimi im është që të fuqizohet edhe më pak zyra për cilësi, të zhurojmë mirë programet, vetë evaluimin e brendshëm. Ne të gjithë fatmirë kemi si profesor vetë evaluim brendshëm, krahas jashtëm. E unë mendoj që këto rezultate që i marrim, ja unë jam këtu vetë kritik, dëshiroj që këto të bëjmë një rentgen më të mirë. Çojmë ku jemi më saktë. Do të thotë mund ta forcojmë edhe pak, e pranoj vetë evaluimin, realizohet, mirë po të shohim saktë do të thotë ku jemi, sa për shembull jemi me teknologjinë, sa jemi inovativ para studentëve. Unë mund të flas, shpjegoj, mirë për shembull nëse nuk jam gjendje ti sqaroj ndryshimet kushtetuese ose për shembull edhe ndryshimet më të reja që propozohen për kodin zgjedhor, se pjesë e programit studenti drejtësisë apo ai mjekësisë do të dinë për shembull llojet e vështirësive apo themi viruseve më moderne që paraqiten se nuk është LMI-ja ime, mirë po mendoj se çdo sektor ka mundësi të jetë më i fuqishëm. Unë mendoj për shembull zyra për cilësi e kryen punën e vet, po për mendimin tim mundet edhe më shumë. Edhe mendoj që nëse marr detyrën e rektorit me fuqizu më tepër. Sillabuset, gjithë si jemi, ti shohim edhe një herë plan programet. Për shembull ne kemi edhe programin studimor të gazetarisë. Edhe ne do të shohim se sa jemi në hap me teknologjinë, me informacionin. Vërtet ai kemi updateuar sa duhet. Jam këtu vetë kritik. Duhet këtë ta bëni para se të kandidoni. E kemi bërë fatmirë, po në fakt Japi kontribut në atë në fakt tani po, profesor, në cilësinë e dekanit, nëse më lejoni pak të flas 2 minuta se me leje këtë. Okej. Juaj profesor, po vetëm nëse e keni ditë, nëse Po, dini që si shembull do ta marr që mos keq kuptohem se jam kandidat, po si dekan e juridikut kemi punu, i kam adresuar. kandidat. Tu jeni kandidat. Tani si, Okej. Asnjëri me dy që të jemi barabartë. Ashtu. Edhe normal. jo, do me që profesori pyeti, do të thotë kemi punu, jo rastësisht kemi punu, do të thotë derisa e regjistruam edhe në Ministrinë e Drejtësisë Klinikën Juridike, që studentët, profesorët të ofrojnë shërbime për qytetarët, që vërtet, edhe i falenderojmë edhe përfitojnë nga rasti ambasadën e Shërbave që në donacion të jashtëzakonshëm, bile unë ftoj edhe televizionin e juaj, në kuadër të bashkëpunimit që kemi me institucionin, shpresojmë dhe presim edhe me institucionet e gjithësisë që te klinika jonë do të thotë është kërkesa jonë, duke u zhurur që të realizojmë drejt për drejt një gjykim, ta shohim studentët një rast, për shembull që ngjashëm për shembull që përmendën profesorët, laboratorët, institutet cilë duhet të themelohen, por është edhe një çështje tjetër fatmirë. Unë mendoj se tani më pasi themi kushtimisht çështja e infrastrukturës në përjashtim të fakultetit shkencave matematiko-natyrore, të mjekësisë, teknologjisë ushqimore, ka dhe disa hapësira tjera të cilët vërtet duhet zgjerohen ose kushtimisht themi të artet ku duhet prekur edhe më shumë. Ne jemi në një fazë pak më komode që duhet jemi Okej, nëse faleminderit. Jeni akademik të gjithë, po. Unë respektoj në çdo moment që të më thoni me një ndalë. Unë kuptoj. Profesor, çfarë do të bëni ndryshe si rektor nga ish rektori deri tashmë? Çfarë do të bëni ndryshe? Disa herë ta kam bërë me shenjë sepse neve duke nxehur pak debatin, profesoreshën e lam pa mos marrë fjalën, po shpresoj tani t'i jepni më shumë hapësirë të shprehet. Ndryshe, elementi kryesor çka do të ishte ndryshe është transparenca.
fryma e lirë e funksionimit të botës akademike brenda universitetit. Si për studentët, ashtu për stafin akademik. Dhe të dyja për momentin nuk janë në nivel. Ma shpjegoni pak më mirë, nuk janë nivel që ai bie kjo? Pa ato që e tham pak më herët për çështjen e organizimit të studentëve. Okej. Bota studentore këtu nuk ndjehet aq e gjallë. Duhet t'i lëmë studentët të zhvillojnë botën e tyre, duke u organizuar në mënyrë të pavarur. Jo vetëm të marrim neve kur na duhen persona të caktuar, të fotografohemi me grupe të caktuara studentëve dhe kjo është e tëra. Neve studentët nëse nuk kanë përvojë në pjesën e organizimit, në këtë pjesë neve duhet kërkojmë edhe nga organizma ndërkombëtare ndihmë në mënyrë që studentët tonë ta zhvillojnë këtë botë të tyre studentore nëpërmjet klubeve studentore, të nxisim vullnetarizmin e studentëve, të nxisim ata që të marrin pjesë, të jenë më aktiv në unionin studentor e kështu me radhë. Në pjesën e stafit akademik duhet me u dhënë më shumë liri, veprimi paralelisht me llogaridhënien për stafin akademik. Pra, duhet të nxisim konkurencën. Unë marr sot, për shembull, 50.000 denar rrok, po nëse unë merrem me punë kërkimore shkencore, nxjerri punime shkencore me faktor impakti, aplikoj në projekte ndërkombëtare, duhet të më rritet më përqindja e pagës për shtesë, përveç asaj që kemi, për punën shtesë që po bën, dhe kështu nxit konkurencën brenda. Pjesa më elementare është neve duhet t'i lëmë këta njerëz përfundimisht në këtë institucion, duhet të zhvillojmë të menduarit, të vepruarit akademik. Liria akademike. Sepse qysh është me profesor? Pra, kjo është po me të menduarit politik? edhe në aspektin politik, po këtu është më shumë për momentin aspekti brendshëm. Aspekti brendshëm, sepse udhëheqësia aktuale e universitetit ndikon drejt për së drejti në procesin zgjedhor. Më qartë si ta themi. Profesorish. Aja për dëgjët profesorish. E tani pas të ju jap fjalë. Çfarë do bëni ndryshe për rektorin? E preferoj shumë këtë transparencën, të jemi transparent për çdo gjë që ndodh në këtë universitet, risit, informata të ndryshme që duhet të kenë profesorët, projekte të ndryshme. Respektoj gjithashtu edhe qasjet demokratike të gjithë fakulteteve që janë. Dhe këtu nuk duhet të funksionon si nxiri rektori dhe kreti të dikton dekanëve. Po dekanati duhet të jetë institucion në vete, zgjidhet dekani në pas të rregullave që janë dhe do të funksionon në mënyrë të rregullt dhe të lirë demokratike. Nuk preferoj, për shembull, antar senati të diktohet prej lartë kush do të jetë, po lirshëm. Po antarët e senatit, për shembull, a ka qenë kështu ton kohën? Po gati kështu ka funksionu gjatë Pse keni duru? Jo, ka pas edhe propozime tjera, por zakonisht e kanë votu dekani, si ka thënë. Shpilani, fallani edhe gati. Dhe ka bo me dije se vjen nga latë këtë propozim. Se Ka bo me dije se vjen nga latë. se janë do përzierje që rektori e ka punën e vetë, i ka obligimet e vetë, i ka pavarësinë e vetë, dhe pse i kemi në gjithë këto fakultete që të funksionojnë në mënyrë të pavarur dhe të bimë vendime për interes të fakultetit. Se kur zgjedhim në antar të senatit, zgjedhim për interesin tonë. Probleme që i kemi të reflekton në senat. Dhe janë shumë gjëra që duhet të ndryshojnë. Pra ndaj them, është një frymë autokrate që vepron në këtë universitet, duhet pak ta kthejmë të jetë më demokrate, funksionimi i lartë, deri në të themi dekanate, deri të studentët e kështu me radhë. Lishëm të frymojnë, se këtu është institucion universitar. Ne çka zhvillojmë? Zhvillojmë të menduarit kreativ, kritik, krijues dhe t'i lamë vetë të vendosin. Se secili kolektiv prej nesh në këshillin tim, unë e di, tjetri e di, kush mund të na përfaqëson, kush mund të del zot fakultetit e kështu me radhë. Me këto diktime janë bë dhe nuk duhet bërë. Nuk duhet bërë. Kjo duhet anashkalohet. Pse keni duru, profesorish? Fatmir, Mirësisht, që unë do t'ju them diçka. Si zonë, fatkeqësi. Une, jo se kam duru, po unë nuk mund t'jem e vetmja gjithmonë që flas diçka. Gjithë ato profesori kam brethit. Dhe pse unë t'jem ajo gjithmonë që i njësoj diçka. Po t'jap një shembull Vetëm studentëve diçka. tuaj që edhe një individi e bën dallimin. Unë vetëm diçka, nuk e ban dallimin se është ndryshe këtu. Unë vetëm diçka do t'ju them, kam qenë antare senati, edhe me kolegët bisedova, thash ta bëjmë një kërkesë që masteri, puna e magistraturës së profesorëve,
të shpërblehet. Se vite me radhë punojmë, mentorimi nuk shpërblehet. Mentorimi. Se edhe pagesat ngecin në pagesat e magistraturës, por barë për mentorim të paguan edhe deri diplomike. Dhe disa kolegë më thanë mos na prek për ates të përkrahim. Dhe ngelish vetë e Fatmir, se diskutimi duhet të diskutohet për disa gjëra. Ne nuk mund t'i anashkalojmë, se unë mendoj se fryma intelektuale dhe e pavarur duhet jetë në këtë universitet dhe prej këtu të zgjerohet edhe në shoqëri. Nëse ne kështu ngulfatena edhe nuk i shohim gjërat ashtu siç janë reale, ne vetëm humbim edhe më poshtë mendoj u japim hapësirë tjerëve që neve të na shtypin. Unë e shoh kështu situatën. Kuptoj. Se Ndjes, ju me vazhdo kaq. tu ta plotësosh ndjes. Urnu? Se mos dalë që ju ndërprejva fjalën se Jo, s'ka jo. pa qëllim. Mendoj se edhe profesor Vullnet Ahmeti, si kryetar Senati, ishte ish rektor, tani është kryetar Senati, duhet me të vërtet të na përkrah në mënyrë permanente të katërve. Se po, ama dueshte. Atë punë dueshte ta banë. Unë e jam themeluese e këtij universiteti, ky tregon se shumë sakrifica pas ka ba si kryetari Unionit të Studentëve. Kretë kemi pjesë e një zhvillimit të këtij universiteti. Dhe kur ai heziton ose të ignoron në këtë aspekt, unë me të vërtet jam e indinjume, por i te i kaluj krejt gjërat. Se ai duhet të ketë nderin që unë jam sot konkurente në këtë konkurs. Gjithë universiteti, jo vetëm ai. Se kam marrë guximin si femër, si grua, që karierën time ta përfundoj si rektore. Dhe plus asaj, të aqel rrugën edhe femrave tjera që janë me të vërtet mjaftafta dhe të zonja. Por burra si në me dalë në krye të punës, sepse para pëlqejnë vetë. Mirë. Profesor Alimi, qa do bëni juve ndryshe? Ne një të talon lirinë akademike. Nuk më intereson prej nga vjen, a është kërqova, lokalizma duhet i dalë, ju edhe ne, se kemi edhe një qëtë psikologji. Unë këmë dhëmë shemull për antilokalizm, se u dhej atë balaktarizmi lokal. Nuk në shërben në aspektin kombëtar ndasia. Do të bashkohemi dhe të zgjedhim cilësi. Në rastin konkret, e thash parës. Në thoshim se ti që ke kundër nesh, duhet ketë për ati shumë për ati këtu në Kërësho, për që ata dalë. Pa nuk fiton, abe s'kom gale, duhet kenë të drejtë të tjeri të vinë këtu. Edhe ku s'ka pas, e ku marrun bajrakun. E ta shi ti thu edhe ti e për Kërëshove, po ta shi nuk su falimneri që të prita bare. Bale që ta shi funda edhe ti për Kërëshove, volë mua për Kërëshove. Kush o maj mirë, se kush mundet ma mirë ta udhëheqi prej nesh, jo kush o maj afert prej pushtetit. Sepse pushteti ka interesat që nuk na përputhen neve, politikë, pse? Sepse ne prej atyre duhet të kërkojmë jetë, para. Si instituti, instituti me para po, ata instituti që kërkojmë ne dhe që i ka ukimi shkurtimiston, ne nuk kemi një se ty këtë ekologji se s'ka staf, aty mund të një internet, si funksionon të ashtë. Neve na duhet institute që të mundemi pas taj pe zyre, bëjmë kërkime shkencore aty, në mënyrë që të jemi mra produktiv. Nuk e kemi, bibliotekën e kemi leximore s'kemi, do me thonë ne ku do shkojmë? Lexojmë, punojmë përveç të zyre. E tashi, në rastin konkret, kur kemi institute, kemi produktivitet shkencor, dhe që ose ne bëjmë punime me fondin që mendojmë ne që cili që aplikon, të ketë të drejtë, nuk është imi jotit të jepet e drejta ta botoj universiteti me siglin, sepse përfaqëson profesorin i bon atë universitetit këtë profesor. Unë nuk do t'ja pare për gjepit mo. Sepse nuk ngesohet aje. E ta shka tha mund? Ti merë e paguja, unë vetëm më paguj lek. Unë e du të lo legaci. Profesor Devish Alimi e ka shkujtë sintaksën, e ka shkujtë këta. Njëse studentët më shkujnë me skripta. Unë kam përsh një libër të valon rashkimi. Për sa vjetë unë e për shaku më dhanë, nuk do të me skripta. Nuk shkon më skripta. Për ta bo ato do të kemi fond. E ta shë gjithë ato punime. Këto e punime që nuk lezoj studentët. Ta lezoj vetëm ne. Do të ketë libër që të ketë qasje, të shkoj, ta marri të ajo skriptoria, që kushtimisht tonë për libraria, si do qëpë, se shite në libra aty, ai duhet t'i paguhet me automatizëm. Kualiteti, cilësia është që konkurencës në tek. E ka vetë përgjithësi. Tashi, e para, e dyta, duhet të thithim jetë,
në kuptimin e asaj që ne ato që thash aktivitete të nxjerrim, qendër klinike do të bëjmë universitare, jo vetëm spital klinik, tashmë kemi kuadro. Ato kuadra që kemi teorikisht i plotësojnë kushtet për të marrë drejtën e studimeve të doktoraturës. Po pikët na mungojnë aspektin e punimeve shkencore, kërkimeve shkencore, sepse tash i kërkohet programe do të impakte që ne smundemi nëse nuk fitojmë ne do më thonë grant për jashtë. E tash në rastin konkret, unë mendoj se nëse ne nëpërmjet kërkimeve shkencore kur na krijojmë kushtet politikës nuk duhet ta presi kështu me qilima. Unë këtu kryetar partie nuk du. Vin fotografohen edhe më çojnë mesazh. Cili është mesazhi këtu? Kjo është imi, rrini urt. Unë ashtu kuptoj. Sa është ama unë e kuptoj. Se më thoj zatë. E kuptoj. Po unë sri urt, ama çet më rri urt. E tash kryetari i partisë se kanë ndaluar, po edhe kum shkruajt. Çmund kanë kryetarët e partive, edhe këti edhe ati. Ata ministrën qeveria, ne kemi ministra, zëmes ministra që vinë nga radhët tona, ata duhet japin kontribut se për këtu kanë dalë, të thisim jetë, të na binë tu në investime, që me ata investime, ne ta ngrimë universitetin që ne se të jetë i ranguar, jo të tërprovami ne nuk kemi askunë për lista. E tash në rastin konkret, faji është edhe joni, por ne duhet ta ndajmë përjetësinë, se cili të japi kontributin e vetë që rezultatet të jenë. E rezultatet do të shohim kush mund t'i bëjë. Në rast kush e ka edhe programin më të mirë, kush e ka bagazhin e pavarësisë intelektuale më të mirë, kush ka meritokraci akademike, unë kam dalë të jap të drejtës kolegëve, se unë vetë dua të drejtë. Zgjedh unë, jo të ma zgjedhin tjetër. Në fundin, nëse nuk kem unë gjendje të zgjedh vetë, a kam artiri akademike, atëherë unë nuk kemi denjë edhe për atë titull që e kam se duhet bëjnë në ndikimin e tjerëve. Ama friksojmë, po ti mësë po fika cak. Unë në atash, bo në trim, zgjidhe më të mirin, pa ndikime politike. Ama që se bëjnë në ndikim, edhe ai ka faj. Atë nuk është akademik i mi fill. Atë në ta gnisin të blau me fund punit. Që më interesaj? Pa ma pasur sa fitoj e humbë. Unë kom hyrë ngare, të jap alternativ njerëzve, që tonë ka dal pak, kush më pëlqen për këtyne, mua, jo ati tjetërit. Se edhe unë du, kur votoj me kokën time, jo me kokën e huaj. Edhe kur flas me kokën time, jo me kokën e huaj. A e doa dikush, e ka mizën në kapela problemi ti, që se do në kundështoj. Ne të kundështoj nuk është ashtu dhe vishë. Pra, në të jetim, do më thonë, politika të na ndihmoj, jo të na pengoj. Po ma bën me dije ekip jonë që jemi të realizu këto emisione që kemi 5 minuta nëse s'ka bëj eventualisht. I lutë në shumë zëti zeneli për juve, profesor Dies, profesor, edhe ju e ma thoni që do të bëni ndryshe nga rektori deri tashëm, dhe implikimin e politikës edhe në këtë garë. Natyrisht që nga dita unë që punoj në këtë universitet, jam i hapur për bashkëpunim me çdo kënd, por gjithmonë kam qenë për depolitizim edhe jam për atë edhe ashtu do mbetet, të respektojmë ligjin e arsimit lartë, por gjithmonë duke e nxitur dhe e forcuar bashkëpunimin me Ministrinë e Arsimit, krijojmë sa më shumë mundësi, fonde. Sheni të politizuar, është shumë e politizuar, pak e politizuar. Në fakt Universiteti Tetovës. Jo, po i politizuar Universiteti Tetovës. Unë nuk mendoj, se për arsye ndoshta nga ajo që nuk e ndjej, edhe nuk ndjehemi politizuar, asnjëherë gjithmonë kam vepruar në mënyrë të pavarur, krahas faktit vetëm që unë shpesh kam qenë pjesëmarrës i zhvillimeve aktuale në vend. Jam profesor i drejtës kushtetuese dhe nuk kam mund të rri duar kryq kur janë bërë ndryshimet më të mëdha në kuadër të marrëveshjes sorit përmes 15 amendamenteve kushtetuese dhe ligje. Rektor do i thoni politikës edhe ju si profesorit që ato që s'ka që atë bon kryetari partikës, s'ka që a lypë në universitet? Apo e mendoni ndryshe? Tani e mendoj kështu Fatmir. Do thotë, ne duhet kemi bashkëpunim me gjithë. Asnjë institucion vetë nuk mundet, por në mënyrë zyrtare. Do thotë, për shembull, subjektet politike kanë patur rol, ne falenderojmë me aktin e zyrtarizimit, për arsye se është dashur të votohet në parlament. Ju si profesorit që du të mja mbyllë kryetarit partive politike vendin, derën në UT apo jo? Derën e bashkëpunimit, jo. Faktikisht, duke ruajtur... Ministrë, pas zyrtar, kryetar partie... Duke ruajtur autonominë e plot të universitetit dhe lirinë akademike, jemi për bashkëpunim. Do thotë autonomia mos sënor... E mshelin edhe juve për kryetarët e partive politike dyrt? Duke ruajtur... E mshelim duke ruajtur...
duke ruajtur autonominë e universitetit dhe pavarësinë e profesorëve, lirinë akademike, jemi për bashkëpunim me çdo institucion, për arsye se nëse ne jemi të mbyllur, nuk bashkëpunojmë, atëherë Sa spritojmë përsërit e keni pa në emisione. Përsërit e njëjtën pyetje është sa herë tani. Ma thoni, jeni juve që Universiteti i Tetovës, ju si rektor nëse zgjidheni, që t'ju mbyllën dyrt kryetarëve ose kryetarit të një subjekti politik apo ju? nëse ka pretendime për politizim, po, a nëse ka për Kryetar një subjekti politik mund të. Qa lyp? përmes së qeverisë, Ministrisë Arsimit, atë janë deputet, bartës të funksioneve, do As qeveri, as ministri. Kryetari një subjekti politik të juve nëse e bëni kryer, nuk ka ndikim, e kryer. Po çysh nuk ka ndikim, s'po kuptoj. Nuk mundet me ndiku në autonominë e Na institucionit. mund me ndiku, a i mbyllni dyrt, zotë ta Zenela kapin apo e ju? telefonit. E mbyllim në suazët të autonomisë universitare. E qa është e suaz? Do thotë që Tash e kemi këtë suaz, tash e kemi këtë suaz. po, për arsye se universiteti është i pavarur. Ne parim do të me qenë. Po, është një parim, Jo është pas ngjyrave të cilit parti politike jo, takon lideri. as pak nuk kemi, është e mbyllur për arsye se universiteti ka autonominë e vet, por universiteti duhet të kërkon bashkëpunim nga të gjithë. Për shembull, ne duhet të kërkojmë se në fund fatmir do jetë një vendim politik i marrë në kuvend, po vendim politik që ne të kemi më shumë fonde. Dhe në kuvendin e maqedonisë, veriu. Unë pjo pës për Universitet të Tovës. Po, Pës për kuvend, mos ma përzime. po fati jonë varet edhe prej buxhetit që lëshon shteti, ai buxhet miratohet diku. Atër ju po thoni që vareni politikisht tërkohen. Nuk varemi, flas për zinxhirin, jemi të pavarur edhe do të mbetemi të pavarur, por flas për zinxhirin e këtij. Nuk u mbyllni. Apo s'mund ta thoni, apo zguxoni ta thoni, Derën apo se thoni kur. Derën e mbyllim për që mos ketë politizim. Por bashkëpunim institucional vi nga sfera e drejtësisë. Jo. Nga sfera privatisht mundemi me pi kafe gjithë Po secili privatisht, gjë tjetër që thonë universitetet e tu nuk ka privat, nuk ka prunë private. Jo, universiteti është i pavarur dhe do mbetet i pavarur. Por i hapur për të bashkëpunuar me secilin që mendon. Ju kthejmë rapa më si s'po thoni për të ardhmen. A ka qenë mirë Universiteti i Tetovës që i ka hap dyrve gjithë atyre liderëve të partive politik që kanë ardhur këtu, që ka dhënë edhe titull, dikujt po dikujt ju. A ka qenë mirë shembulli mirë për juve ajo? Apo shembull që ju thoni do të shqirtohet, do të shifet për çfarë arsye. Nëse ka qenë ju mos më thoni që s'e dini. Qa liderët parti politike në. Tani fatmirë kështu, në aspektin juridik, praktik, ne do vazhdojmë të jemi pavarur. Tani më lejoni vetëm të them disa pika kyçe. Po jo pyeta për të kalumën, ç'a thoni, jo për të ardhmen. Nëse është dashur mbyllet në atë kohë? Varet çfarë situate, se do të më ditë rastin konkret, pa argumente. Asnjë situatë që kujtohet në një lideri politik që ka në Universitetin e Tetovës. Rast se ka si mysafir, okej, se si mysafir mund vjen gjithë secili dyert janë të hapura. Mirë po, nëse mendoni që ka pat politizim, jam kundër. Po si mysafir, gjithë secili ka. Ama nuk është pi private të mysafirve këtu. Ka evente, ka organizime, për shembull kur institucioni ka vrejt, i ka thirrë gjithë sferën politike, akademike, mirë po sigurisht mund ta konsultojmë protokollin. Vetëm desha të thosë diçka. Cilat janë pikat e mia, do të thotë për me cilën unë kërkoj mbështetjen e fundit jemi me të cilën vetëm më mbet të them pikat. Për program kur s'po përgjigjen një pyetje. Po, pastaj ju pyeta. Po përgjigje. Thot varësisht. A e mshelni po jo? A ç'tash po thoni e mshelim? Përfundimisht për të ruajtur autonominë universitare. Për të ruajtur autonominë universitare. Debati. Ne çfarë po thoni e mshelim? Është kështu apo jo? Ajo mi vagabimisht. Po, është shumë për të ruajtur autonominë universitare. Gjithçka fatmirë në saj të ligjit, kushtetutës, statutit dhe akteve juridike për arsye se ligjin nuk e miratoi, unë e miraton kuvendi dhe nëse fitoj mandatin do të zbatoj ligjin, po më lejoni të them vetëm disa po ndjes se s'po duam me pikat cilët mbetën po. Zonja Ruse, zoti Zibere, zoti Drish dhe juve, ka një minutë lutem shumë. Rrit Zejneli dhe nuk ka shumë i qartë edhe Zejnel, duhet t'jesh o ashtu o kështu. O mish, o peshk nuk mundet. Universitet është ky. Cili universitet në Maqedoni pa ndërprer thret partit politike? Më trego shembull. Në asnjë universitet, kryetarët e partive politike nuk janë prezent për çdo eveniment që ka universiteti. Mund të ketë ndonjë rast specifik që na lidh me diçka. Ajo është rast specifik. Por në çdo eveniment që bëhet edhe të thirren, shife sa bukur e tha në kohë të themelimit të universitetit. Nuk thirren themeluesit që janë akoma gjallë,
thiren partit politike edhe ulen për para. Ata që janë plak, gjyna më vije, gjithat mund, në përburgje kanë ditë, ata që janë kërkundi, po janë partit politike, vendi u lirohet atyne, shumë u batë ndera atyne. Ku janë themeluesit? Kur i ke pa ti themeluesit të jenë prezent këtu? Vetëm për kur vdesit, mbajnë mbledhje komemorative. Për fat keq. Jashtëzakonisht radhë më vje. Unë jam themeluese e këtij universiteti dhe nuk kisha pas dëshirë të mbajnë mbledhje komemorative. Asesi. Unë duhet të respektohem derisa jam gjallë. Mu më thuj të respektojmë shumë, por asnjë funksion nuk kam pas në këtë universitet. Asnjë. Dhe qif kam qenë prodekan, tash dekan, gjithi stimulum se pas ka qenë shumë i sakrificave. E unë, në përbiseda informative, themeluese e kësaj, unë ku jam? Urna? S'keni përvojë, Bianca? Nuk kam përvojë, është e vërtet. Se është paradoks, Fatmir, është paradoks, shumë bukur e tha në aktin e themelimit të UT-s, edhe të zyrtarizimit. Nuk është në rregull. Nuk është në rregull, se jam themeluese e këtij institucioni, unë kisha dashur të shoh derisa janë gjallë, rektorin Avdiq, prorektorin kemi gjallë, akoma. Ka edhe tjerë që kanë qenë, pa ato nderoj njerë në atë aktin e themelimit. Ajo gjithë politika për ministra, deputet ulen, ku janë ata që kanë sakrifiku? Nuk jemi të real të sinqert. Kjo neve na ka tjetërsu dhe karakterin e njeriut e ka tjetërsu. Kemi luftu na pos për qitë punë. Që dhe me kemi me automatizm në atakon gjithë shka që ndohë pas. Në këtë kuptim. Profesor Zibel. Për pat të keqë. Po. Shkurt një minut. Një minut. Universiteti Tetovës i ka gatë tash këtë vit do i festoj 29 vjetorin e themelimit. Ne dim të gjithë historinë e Universitetit të Tetovës, është shumë specifike, unike për vendin, rajonin dhe gjithë Evropën e përgjithësi. Historia ka vendin e vetë dhe ne respektojmë në maksimum. Nëse duam neve universitetin të zhvillojmë, të nxjerrim në gjeneratën e ardhshme të universiteteve, pra next level, nivel më afër institucioneve, universiteteve të Bashkimit Evropian, të vendeve të Bashkimit Evropian, neve duhet të shohim përpara. Do shohim përpara me kuadrat të cilët kanë përvojë ndërkombëtare, të cilët dinë gjuhë huaja, të cilët dinë menaxhojnë, të cilat kanë partneritete ndërkombëtar, të cilët dinë ç'është puna kërkimore shkencore dhe si të thithim këta fonde të Bashkimit Evropian, se përndryshe do ngelim vetëm me pjesën e fondeve për të cilat neve marrim pagat si mësimdhënës. Unë edhe një vërejtje kam se ndoshta të prej për nga natyra nuk është puna e privatizimit të kontributeve. Ka pas fatë të tjetë kretari i lëvizjes, që do njëri që do t'ishte të sabon të njëtë punë. Se nuk do nale se procesi, ose nuk do ishte ky, ose a qëtëri. Në lëvizje popullore, se cili ka dhënë kontributin e vetë, unë kam shkruar si intelektual, kam bërë presion, unë kam ndeth para në halën time, kam qu pare. Se cili po nuk i kemi shkruar në gazeta, zoti e di. Ajo që ka qenë, ka qenë. Unë e kam fjallën të bënë ndryshim në kuptimin e asaj që duhet me gjitha ta fiks pare. Unë, për shemë, konkretisht, pa e pasër personale. E pys kandidatin. Unë, keni marrëveshje me rektorin e kaluar kryetarin e senatit që eventualisht e të mbetet në atë post se unë personalisht që se shof në atë post se shof se vazhdojnë politika vjetër. Ate do të pys vetën ku shoh kryetu rektorit e jure de facto. Që do të thonë se mesazhi është i keq. Unë i falenderoj kontributit të rektorit. Ku gjos kam personale, ai kom thonë që herë. Unë thjesht e ke bërë punën tonë, e ke zauru kontributin tonë, të lutem dil prej posteve se nuk ekzistenca atyre nuk është mesazh i mirë për njerëzit, se vazhdon politika e vjetër, sepse njëri prej këtyre do të jetë de facto de jure, edhe çfarë do bëj tash? Prapë vazhdoj me mentalitetin e vjetër? Duhet të bëjmë ndryshim, falenderohemi për kontributin, kam pas shansa 3 mandate, jo 2, se një mandate kam bërë me këta si ta ushtruz e tyre, ma shumë se kaq, ligji s'ta jep, ligji nuk e ka bërë rastisht atë punë, që ti kush mos e teproj. Prandaj, faleminderit për kontributin secilit. Edhe, do me thonë, ne që kemi dhënë kontribut në shoqëri, ne jemi shembull i suksesit, por nuk mund të jemi shembull i dështimit, edhe shembull i frikës. Unë se toleroj. A në qofë se vjen një ambient i tillë, unë funfuni duhet ta shqyrtoj, ja, kam vendin këtu, se funfuni tashim me zërë, që se në dashuria e djarshme, respekti djarshme, do me thonë, duhet, marrujme. Po, përcaktimet e mia programore, Fatmir, do të vazhdojnë të mbeten liria akademike, autonomia universitare
standardi mirëqenia studentore, ka nevojë mendoj për arsye se tha më herët të janë pa punë, shërbime shëndetësore falas, tendenca edhe besoj se nëse marrë mandatin do të luftoj që të rritet numri i pjesëmarrjes së studentëve në programet Erasmus, pra që të mund të lëvizje mobiliteti. Vullnet Ahmetin që e përmenish rektorin. Unë konkuroj. A do mbetet aty ku është, a do vazhdojnë? Unë konkuroj në harmoni. Po keni marrëveshje, s'keni marrëveshje? Unë zbatoj ligjin, Fatmir, nuk kam asnjë. Jo, sa keni marrëveshje, s'keni marrëveshje. Jo, se po ligji nuk thotë. Nuk kam qef me dyshu. Jo, në momentin që kemi kandidu, te komisioni zgjedhje nuk na kanë kërkuar diçka të tillë që ne kemi as kemi marrëveshje me dikant. Ne kemi kandiduar si të pavarur, gjithë kandidatët i kanë ndërzuar CV-t, plan programet, kam ndërzuar edhe unë. Kështu që çështja tjetër, unë nuk kam marrë tapi front, unë kam marrë ta zhvilloj universitetin, unë e du këtë institucion edhe për dallim nga shumë të tjerë cilët ndoshta kanë tendenca tjera, unë e du këtë institucion e do luftoj ta zhvilloj përmes përcaktimeve programore, nuk hapi front, por vetëm do zbatoj ligjin. Paracaktuar gara. Jo, s'mund të jetë. Jo, pak s'mund të jetë, po. Definimi që të keni përkrahin bashkë me kryetarin e Senatit, prapa vi me juve, me të tjere, fotografi, tendenca. Mu po më thënë, nëse ju thoni që ju s'përfitoni për atë një fotografie, tani, Fatmir, tani përfundon emisioni edhe ne mund të qirasim ose ju një kafe, ulemi bashkë, nuk është diçka se ne... Nuk është se ju anut të këto njërin nga ne. Nuk është se anut. Jo, është shumë sakt, nuk është një kriter për caktues nga ne ligjit, dhe më lejoni të them. Për caktimet e mia... Po jo nuk ka, sakt. Çka nuk ka? S'ka marrëveshje madhëson, pse të ketë si kërkon ligji. A është përparësi për juve, a është paracaktu fituese? Sepse juve për Jo, ndryshe nuk jeni ngarë. Për këtë votoni pi 3 kundër kandidatëve tuaj? Nuk jeni ngarë. Nuk jeni ngarë. I respektoj programet, nuk anoj, edhe dëshiroj që tjetë... Për kënd votoni, se të katërit komi pysë, nuk jeni ngarë, për kënd votoni? Nuk i daloj, për arsye se respektoj garën edhe... Shumë e thjeshtë, kjo i bje që kush në shesonte, se sonte, edhe pse po gjerëm ditën, se transmitojmë nante gjysh. Unë jam tash vetë kandidat... Profesores po përgjigjet. Tani, Fatmir... As për vullnetin, as për këte, as për ate, as për këtë pjesë politikës. Ato janë çështje të mandateve. Kini me po vetën, besoni, kini me po vetën edhe kini me po. Ato janë çështje të mandateve, Fatmir. Apo për kanë votoni juve, s'doni me përkenda? Tani vetëm një moment. A më shku të pyetja? Deri më tani, kur ka pat... Nuk keni kanda për kënd votoni? Një moment, deri më tani, kur ka pas zgjedhje, ai cili ka kërku vot, kam mendu që është një program i besueshëm dhe kandidat që mundet, kam votu. Tani me lejen e juaj, unë jam kandidat dhe i luz gjithë profesorët, studentët më mbështesin. Juve pës për kënd, nuk jeni kanda për kënd votoni? Tani prezantoj, jam vetëm me programin tim. Vetëm për vetën tuaj. Respektoj tjerë dhe jam për programin tim. Për kënd votoni si një kandidat? Nëse janë 3 kandidatët, 3 kolegët kandidat dhe unë nuk jam dhe unë do kësha votuar për profesoreshën Miqereme për shumë arsye, një nga ato arsyet është sepse unë jam vazhdimisht i thari promovimit të barazisë gjinore në vendin tonë e cila mungon. Profesoreshën e qmaj edhe për kontributin e saj, atë pëse është zonë. Përveç të tjerave thash, një nga elementet është kjo dhe elementi tjetër vizionin që ka profesoresha, kontributin që ka dhënë ndër vite dhe gjithashtu për shoqërinë tonë, prapë theksoj, Universiteti është lokomotiva e ndryshimeve dhe nëse prej këtu nuk fillon përfaqësimi adekuat i gjinisë femrore, që për momentin për shembull nuk kemi me sa di unë asnjë dekane femër nëse nuk gabohem në nivel universiteti, kështu që unë nuk kandidojnë për kënd votoni nga 3 kolegët tuaj. E respektoj shumë profesor Dervishin, gjithashtu edhe profesor Jusufin, po profesor Bashkimin, se na duhet direktor energjik që ka dalë jashtë, ka studiu jashtë, që dije shumë trendet të ndryshme të zbaton edhe në këtë universitet dhe besoj se do të na binte sukses edhe me marrëdhënie ndërkombëtare, me ndërkombëtarizimin më të shpejt të këtij universiteti. Ashtë edhe në natyrë punëtore ka, por profesor Dervish mos ma ze për të madhe, ju respektoj shumë, por e thash atë mendimin tim që e mendova. Profesor Juve? Do ta votoja meritokracinë politike, jo. Nga 2 kandidatëve të pavarur tash. Lani për 2. Mos jemi gjithë për Miqeremen, për Bashkimin do votojmë. Do votojmë. Ju e profesor vetët i vetë në shusë votuat. Tani jam kandidat vetë. Pozicioni bjen kjo juve në raport me të tjere, sa që dhe ju i në dini si kur e dini para prakesh që... Fatmir, kur të kemi hapësira tjera, unë kam votuar, kam mbështet gjithkend
tash është jam vetë kandidat dhe kam drejt kërkoj mbështetjen time. Roli jam është me pyet. Faleminderit. Dhe m'ju kuptu se Faleminderit çka shumë, po. thoni nga përgjigjet tuaja. Nëse s'doni me u përgjigj, kemi të drejt neve që nuk jemi në garë të mendojmë që është paracaktu gara. Ja, nuk është paracaktu gara, po zhvillohet, gara është pavarur, ne kemi programet tona, natyrisht që kam dalë si kandidat, po të votoje dike qetë nuk paraqitja kandidaturën. Tani në kohëra tjera, kur nuk do të jem kandidat, gjithsesi me respektin më të madh do të mbështes kolegë. Unë me respektin më të madh ju falenderoj. Sonja Ruse, profesor Zyberi, dhe vishë dhe ju Zaneli, ju falenderoj shumë për hapësirën dhe mundësi që më dha që të flasim bashkë këtu. Me shpresë që kudo që mbaron gara me një frym fair dhe me votim demokratik dhe jo të imponum nga XY subjekt politik ose nga XY ish rektor ose nga koalicionet të tilla eventuale. Unë çlajmëroj këtu Klik Plus dhe shumë urime atij që do mund t'i mbaj përpara drejtimin e këtij universiteti për cilin shumë është dhënë dhe për cilin sot shumë pak flasim shkaku i politikës. Gjithmonë shkaku i politikës dhe interferencës. Shumë falenderoj. Zonja Zotri, debati joni i parë në këtë format me profesor universitet dhe me një dashamirësi të korrigjoj veten shumë të madhe për këtë universitet, që lajmërojmë Klik Plus dhe shihemi prapë të martën, ku do të vazhdojmë të flasim edhe me politikën për të kuptuar dhe politika se çka kotot për këtë aspekt me kryetarin e Aleancës për Shqiptarët. Faleminderit shumë, respekt.